A e dini se mbrojtja e konsumatorit është praktika kujdesit për të mos na ofruar mallra dhe shërbime që cënojnë cilësinë e jetës, e të mos jemi pre mashtrimeve tregtare, të institucioneve publike që ofrojnë shërbime që ne i paguajmë, siç janë ujë dhe energjia. Nëse nuk merrni akses në shërbime të mira dhe thelbësore, nëse jeni konsumator vulnerabël dhe të dizavantazhuar, nëse ju cënohet cilësia e jetës, e shëndetit nga produkte e shërbime të parregullta, nëse preken interesat tuaja ekonomike, linja për mbrojtjen e konsumatorëve ju vjen në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe stafi i qendrës Alert do të trajtojë ankesën apo denoncimin tuaj. Shikues të Alert, mirëmbrëma, përshëndetje nga televizioni Ora News. Ky është programi i radhës, si çdo të premte në orën 21, shihemi bashkë dhe diskutojmë për çështje të rëndësishme të jetës tonë përditshme. Në fakt, sot nuk do të ndalemi në tema që lidhen ekskluzivisht me konsumatorin, por do të ndalemi tek një temë që ka lidhje ndoshta me të ardhmen e vendit dhe konkretisht tek rinia. Pse pikërisht kjo temë? Sepse Qendra Alert, në fakt, me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe Ministrit të Shtetit për fëmijët, për rininë dhe fëmijët, po zbaton projektin të rinj si promovues vlerave të Bashkimit Evropian për të drejtat e konsumatorit. Një projekt i cili ende vazhdon dhe ky program i sotëm është në kuadër të këtij projekti. Një prej aktiviteteve të këtij projekti pra që mbështetet e ritheksoi nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministri i Shtetit për rininë dhe fëmijët. Do të flasim sot për aktivitetet, shkurtimisht të këtij projekti, për gjithë atë çfarë bën Ministri i Shtetit për rininë dhe fëmijët, por dhe Agjencia Kombëtare e Rinisë në kuadër mbështetjes së të rinjve, fuqizimit të të rinjve, nismave, iniciativave të ndryshme, por edhe gjithë asaj çfarë bëhet me të rinjt në Shqipëri, me të rinjt dhe fëmijët. Fakt, kam kënaqësinë të kem studio zonjën Bora Muzha, që është Ministri i Shtetit për rininë dhe fëmijët. Kënaqësi, faleminderit për kohën tuaj. Në fakt, doja edhe t'ju uroja, sepse kur është organizuar ky emision, kur është menduar, s'keni qenë, s'ka pas lista zyrtare, por doja t'ju uroja edhe për kandidimin si deputete në qarkun e Elbasanit. Dhe zoti Klajdi Priska është antari i Këshillit Rinor Kombëtar dhe antari i bordit të Rajkos. Mirë se vini në Alert. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që u kam në studio të dyve. Zone Muzha, që unë e përmenda pak projektin e emisionit Alert, kemi të qendrës Alert, kemi pasur 3 aktivitete në formë workshopër për fuqizimin e zërit të rinjve, në fakt, me drejtat e konsumatorit, në Lezhë, në Prenjas dhe në Librazh. Aktivitetet të cilat do përsëriten, do shta me temat të tjera patjetër, në vim të aktivitetet projektit, por sa të rëndësishme janë aktivitetet të tilla, jo këto qendrës Alert, por gjithë ato çfarë ju bëni si ministri, ato çfarë bën Agjencia Kombëtare e Rinisë, por edhe gjithë projektet tjera që mbështesni ju, pra financimin për aktivitete, për organizata që zhvillojnë aktivitete me rininë. Në fakt është pyetje shumë interesante dhe një nga detyrat kryesore që ka Agjencia Kombëtare e Rinisë është të jetë afër të rinjve në çdo cep të vendit. Ndërkohë që realiteti është që duke qenë një agjenci relativisht të vogël, ndoshta stafi fizikisht nuk e ka gjithmonë të mundur që të jetë vetë prezent aty. Prandaj dhe është konceptuar me anë të mbështetjes organizatave rinore dhe organizatave për të rinjt, ne jemi më afër të rinjve në çdo bashki të vendit. Dhe pikërisht ky është fokusi që kemi pasur te Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe prandaj bëjmë çdo vit një thirrje për projekt propozime për organizatat rinore. Dhe në fakt në këto 4 vite kemi mbështetur gjithsej 84 projekte rinore. Pra 84 projekte që kanë qenë se cili për tyre në 3 bashki, duke pasur kështu një mbulim shumë të mirë të gjithë bashkive të vendit, dhe kemi arritur në një target shumë besoj të qëndësishëm të të rinjve që kemi targetuar, pra praktikisht diku të 22.000 të rinj janë prekur nga projektet që ne kemi zhvilluar, duke filluar që nga pjesa Tropojës dhe deri në Konispol, për të pasur sa më shumë akses në trajnime, në aktivitete, programe për të rritur aftësitë dhe kapacitetet të rinjve. Dhe besoj që duke kombinuar bashk pjesën e qeverisë me organizatat që merren me rinin në mënyrë të drejtë për drejtë, ne arrim që të jemi dhe më afër të rinjve, por edhe mbi gjitha afër nevojave që ata kanë.
me qenë se përmendi nevojat, duke e ditur paka shumë ju, ndoshta e thatë edhe vetë që s'jeni në aktivitete, s'jeni në terren, po pastaj do shkoj tek Klajdi me sfidat e të rinjve e rinisë sot. Cilat janë ato nevojat kryesore që të paktën dëgjoni nga njerëzit që janë në terren, se ju nuk jeni pjesë e gjithë aktiviteteve, s'mund të jeni në fakt një ministër. Në fakt është e kundërta. Unë si ministër dal nga korniza standarde. Patjetër, po nuk është e mundur ti kapësh të gjitha. Jam në pjesën më të madhe shumicën e projekteve, përpiqem të çdo çdo projekt të shkoj të paktën një herë për të kuptuar se si është tipologjia, por një nga punët që ne kemi bërë më shumë të terren ka qenë hartimi i strategjisë kombëtare të rinisë. Dhe për atë në fakt kemi zhvilluar takime në çdo bashki të vendit dhe kemi bërë ndarjen me 3 grupe specifike të rinj. Së pari me gjimnazistët, pra 15 deri në 18 vjeç, së dyti me studentët, ata që janë nga 19 deri në 23, dhe pjesa e tretë me profesionistët e rinj. Dhe gjatë kësaj pune ne takuam 1200 të rinj dhe i pyetëm specifikisht se kush ishin nevojat dhe sfidat që ata kishin në Shqipëri. Dhe me anë të komenteve të tyre ne hartuam strategjinë kombëtare të rinisë për vitin 2022 deri në 2029. Dhe në fakt shtyllat kryesore të strategjisë janë përkojnë në mënyrën e duhur edhe me sfidat që të rinjt kanë. Dhe janë 3. E para është fuqizimi të rinjve, pra angazhimi tyre në vendimarrje, që ka qenë një nga problematikat që të rinjt e kanë kërkuar dhe kanë shprehur më shumë në takimet tona. E dyta lidhet me pjesën e punësimit dhe arsimit, pra më shumë mundësi në arsim dhe më shumë mundësi në punësim dhe punësim të denjë. Dhe e treta është pjesa e mirëqenies. Dhe këtu përfshihen një sër problematikash që nga pjesa e shërbimeve shëndetësore, që te pjesa e shëndetit mendor dhe shumë të tjera, sporti, që lidhen me pjesën e mirëqenies së të rinjve. Pra këto janë 3 kategoritë kryesore, sigurisht në secilën kategori ka shumë nën pika, por të rinjt ne i kanë adresuar në këtë lloj mënyre. Prandaj besoj që këto janë dhe sfidat që ne shohim për ditë në terren, por mbi gjitha që shohim edhe nga raportimet që na vijnë nga projektet e ndryshme rinore që ne kemi në të gjithë vendin. Gjatë këtyre viteve, ministria juaj dhe ju si ministre në atë detyrë është institucion i ri, 4 vjet në mos gaboj. Akoma si kemi mbushur 4 vite, në shtator janë bërë 4. Që nga legjislatura e fundit, po, themi. Mandati i fundit. Po, gjatë kësaj kohe, a ka pasur një shtim ndoshta qoftë të buxhetit që ju mbështesni organizatat rinore me projekte nëpërmjet AKR-s, rritje qoftë të buxhetit si vlerë, qoftë të numrit të granteve që jepin ose të thirrjeve fituese që shpallen. Jemi shumë krenarë për këtë fakt, buxheti i Agjencisë Kombëtare të Rinisë, që është në fakt i gjithë buxheti i Ministrisë së Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, është trefishuar në këto 3 vite të plota, pra 4 vite duke konsideruar edhe këtë vit që kemi filluar tashmë, por për pjesa kryesore ka qenë dhe dyfishimi apo trefishimi i thirrjeve që ne kemi bërë. Në vitin e parë kur unë kam marrë detyrën në 2021, projektet që ne mbështesnim ishin vetëm 12, ndërkohë që tashmë ne jemi te 26 projekte në vit. Pra kjo është dhe rritja që ne kemi pasur, pra më shumë se dyfishuar numri i projekteve dhe mbi të gjitha kemi ndryshuar dhe vlerën që mbështesim për projektet. Pra tashmë mbështesim një vlerë edhe më të madhe, pra nuk është vetëm numri i projekteve që është rritur, por dhe vlera që mbështetin këto projekte, duke i krijuar mundësi organizatave rinore që shtrihen pak më tutje në terren, pra mos jenë më me një bashki, siç ishte në 2021, tashmë secili nga projektet, siç ju e dini edhe vet, kanë gjithmonë 3 bashki të përfshira në programe, duke bërë shtrirjen pak më të gjerë, duke pasur mundësinë që targetojnë edhe më shumë trim me anë të këtyre projekteve. Besoj që buxheti sigurisht presim që të kemi edhe një komponent tjetër të rëndësishëm. Ne kemi fituar një projekt të Bashkimit Evropian, që është EU for Youth, BEA për rinin, dhe komponenti kryesor i këtij programi do të jetë mbështetja për shoqërinë civile. Dhe kjo do të na krijojë mundësinë që për vitin e ardhshëm, kur sapo të hapet ky projekt, do të kemi mundësi që të dyfishojmë organizatat rinore që ne mbështesim me projekte. Këtë herë jo vetëm me buxhetin e shtetit, por duke përfituar edhe nga mbështetja e Bashkimit Evropian për shoqërinë tonë civile. Dhe mos gaboj edhe aktualisht, ose është në përfundim, ose në zbatim ka një AKR ka një projekt me British Council, në mos gaboj. Pra ka një zhvillim për te asaj që merr paratë e buxhetit shtetit dhe shpërndaj organizatave, tashmë ka dhe mbështetje tjera. Një nga detyrat tona kryesore në fakt ka qenë ajo lobimi me të gjithë organizatat, me të gjithë donatorët që veprojnë në Shqipëri për të kërkuar më shumë mbështetje për rinin. Dhe një nga cilat ka qenë dhe British Council, ne kemi një projekt tashmë që zhvillohet në 8 bashki të vendit, dhe janë 8 bashkit në veri të vendit, pra duke marrë qarkun e Shkodrës, qarkun e Dibrës, Shkodra dhe Dibra janë 2 qarqet që ne mbulojmë në këtë projekt dhe fokusi këtu ka qenë shkëmbimi i eksperiencave më të mira të këshillave rinor
por mbi gjitha dhe për të kuptuar që këta të rinj mund ta gjejnë veten e tyre në këto zona. Pra nuk është e thënë që ne të emigrojmë, nuk është e thënë që të largohemi nga Shqipëria, ka gjithmonë një mundësi më të mirë, qoftë për të rritur aftësitë, qoftë për të gjetur veten në qytetet ku të rinjt jetojnë. Dhe në fakt ka qenë një projekt shumë i suksesshëm, e kemi konkluduar ditën e djeshme, ka qenë momenti i konkludimit dhe në fakt ka vajt aq mirë sa me British Council jam e bindur që do të kemi edhe një tjetër bashkëpunim. Po ky është vetëm njëri nga projektet që ne kemi të shumta me UNDP-n, me UNICEF-in, me shumë nga donatorët që operojnë në Shqipëri. Ne kemi pasur mundësinë që t'i zgjerojmë mbështetjet për të rinjt, jo vetëm tek buxheti i shtetit, por edhe shumë më tepër se sa kishim mundësi nga ana qeverisë. Zëra Ministre, të dëgjojmë zërin e të rive. Klajdi Priska është një prej të rive që është kthyer në fakt në Shqipëri, ka përfunduar studimet në Britaninë e Madhe dhe unë këtë mësova pak para emisionit, nuk e dija në fakt, e nifja si aktivist, por jo të studiuar jashtë dhe të kthyer në Shqipëri. Klajdi, po drejtohem me Klajdi, edhe për lehtësi komunikimit. Tani, mes Anglisë dhe Shqipërisë, cilat janë sfidat dhe prioritetet e të rinjve në Shqipëri? Mendoj sfidat e të rinjve janë të ngjashme kudo në botë, përsa i përket pjesëmarrjes së tyre në procese të ndryshme të fillimit të jetës profesionale. Mbase sfidat të rinjve shqiptar janë pak më të mëdha për shkak edhe të atyre kategorive që strukturoi ministra pak më parë, pra kategorizimit në aspektin social, ekonomik, përsa i përket punësimit, social përsa i përket angazhimit dhe pjesëmarrjes së tyre, edhe mbase edhe për pjesën shëndetësore. Kështu që sfidat për të rinjt shqiptar janë të krahasueshme me të rinjve tjerë në botë. Këtu do thoja që ka akoma shumë hapësirë për të përmirësuar situatën për të rinjt përtej Tiranës, pra në qytetet e tjera shqiptare, në mënyrë që ata të arrijnë potencialin e tyre në aty ku jetojnë. Cili është roli politikave rinore në pjesëmarrjen e të rinjve? Në politikë, në shoqëri, në programe, në aktivitete, në projekte? Unë jam njëri që mendoj që jo çdo gjë rregullohet me politika dhe me ligje. E kam diskutuar shpesh herë me iniciativë, me mbështetje e tjera. Do të kaloj aty. Por në shtete me demokraci të re si Shqipëria, është shpesh herë nevoja, pra është parë edhe në vende të tjera, është parë nevoja që të zbatohen politika që nxisin bërjen e proceseve ku në shtetet e tjera është dashur shekuj për të kryer. Pra qofse në një shtet si Britania janë dashur dekada apo shekuj për të kryer procese për përmirësimin e kushteve të rinjt ku jetojnë atje, në Shqipëri, për shkak edhe të ambicjes që kanë të rinjt shqiptar për përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës, është parë nevoja për të kaluar ligje për shumë si ligji i rinisë apo strategjia kombëtare për rinin, ku bëjnë pjesë në grupin që përbëjnë politikat rinore. Pastaj edhe institucionet ndërkombëtare me fondacione ndryshme që kanë zbatuar projekte në Shqipëri, përbëjnë këtë grup politikash rinore. Roli i tyre është krijimi i mundësive më të mëdha për të rinjt, pra e përmenda pak më parë në Tiranë, por edhe përtej, pra në qytete ndryshme të Shqipërisë, përfshirja e të rinjve në procese vendimarrëse, pra po prapë është nëpërmjet këtyre politikave rinore që realizohet diçka e tillë dhe në mungesë të politikave rinore, të rinjt nuk do të kishin këtë rrugën e strukturuar, por gjithsesi ka akoma shumë punë që të rinjt të përfitojnë nga politikat rinore që janë aktualisht të zbatueshme dhe të shohin mundësinë për shtimin e tyre. Pyetje shumë personale, pse u ktheve nga Britania e Madhe pas studimeve? Besoj ke pasur mundësi punësimi, karrierë e tjera. Po, unë aktualisht jam duke angazhuar edhe në Britani edhe në Shqipëri, pra me projekte me universitetin ku mbarova studimet, edhe me fondacionet huaj që operojnë në Shqipëri, pra kam fatmirësisht mundësinë që të angazhohem në të dyja vendet. Unë gjithnjë kam pas dëshirën që të punoj edhe nga një indicje patriotike për vendin tim, dhe kudo që t'jem në botë, mendoj që do të bëj po prap misionin për të punuar për vendin tim. Edhe mendoj që këtë mund ta realizoj shumë mirë në Shqipëri, dhe pra aq sa kam mundësi që të kontribuoj, atëherë do të bëj këtë gjë. Do kthehem sërish tek ju. Zonja Ministre, sapo ka kaluar ligji i ri, po e them, për rinin, pra ndryshimet. Një projekt ligj i ri që kaloi në ligj që reflekton ato ndryshimet në projekt ligjin për rinin, një draft që u përgatit për afro 3 vite nga ministria që ju drejtoni. Cilat janë ndryshimet kryesore të këtij ligji dhe çfarësisht sjellin ato për rinin apo edhe për gjithë grupet e përfshira?
Në fakt, doja t'i ndarja ndryshimet në dy kategori të veçanta. E para në ndryshimet programore, për programet e reja që ne sjellin për trinj në Shqipëri, dhe e dyta janë ato rregullime që na sjellin e më afër BE-s për sa i përket ofrimit të shërbimeve në kuadër të përfitimit të trinjve. Kur flasim për shërbimet, dhe po ndalem të kjo e dyta, lidhet me pjesën e qendrave rinore dhe të punonjësve rinor. Aktualisht në Shqipëri me anë të Agjencisë Kombëtare të Rinisë kemi ngritur 15 qendra dhe jemi në proces të ngritjes së 5 qendrave të reja, pra gjitha këto në bashki të ndryshme të vendit, duke krijuar mundësinë që 230.000 të rinj të angazhohen drejt për drejt në aktivitete produktive pas orarit të mësimit. Pra jo të qëndrojnë për kafene, po të kenë mundësinë që të mësojnë, zhvillojnë aftësitë e tyre. Por çfarë nuk kemi arritur ende në Shqipëri, dhe çfarë na është dashur të përshtasim tashmë me ligjin për rinin, është pjesa e standardeve, pra si funksionon një qendër rinore, si menaxhohet ajo, kush janë donatorët e ndryshëm që mund të marrin pjesë, a mund të aplikojnë një qendër rinore në Bashkimin Evropian për të marrë fonde. Dhe në fakt me modelin aktual të qendrave rinore në Shqipëri, ato vareshin drejt për drejt nga bashkia dhe nuk e kishin mundësinë e bashkërendimit të faktorëve të ndryshëm. Kështu që me ndryshimet që kemi bërë në ligjin për rinin, i kemi krijuar mundësinë qendrave rinore që trajtohen si persona juridik. Pra duke bërë një kombinim, një qendër rinore mund të futet në veprimtari me anë të bashkisë, me anë të një organizate rinore, me anë të qeverisë, me anë të donatorëve të ndryshëm, duke bërë kështu një pikë takimi për të gjithë ata që kanë interes për të ofruar shërbime për të rinjt. Dhe kjo është e rëndësishme jo vetëm për të siguruar që shërbimet ofrohen me standarde maksimale, por mbi të gjitha që dhe mundësia për të aksesuar fonde të ndryshme dhe për të siguruar që ndryshmërinë e qendrave rinore të jetë edhe më e lartë, sepse tashmë nuk do varen më vetëm nga buxheti i shtetit, por do kenë mundësinë që të përfitojnë nga gjithë fondet e ndryshme apo projektet e ndryshme që Bashkimi Evropian ka dhe do mund ta bëjnë këtë vetë. Dhe kjo është lajm shumë i mirë. E dyta që është shumë e rëndësishme lidhet me pjesën e punonjësve rinor. Ne kemi lobuar shumë fort që në 61 bashki të vendit kemi punonjës rinor dhe tashmë i kemi këta punonjës rinor, por sigurisht është e nevojshme që ata të trajnohen dhe të përshtaten me aftësitë që kërkon tregu i sotshëm, pra se si ne mund t'ia japim shërbime të rinjve në mënyrë më eficiente. Dhe çfarë duam të bëjmë është njësoj siç është psikologu apo siç është punonjësi social, të kemi mundësinë që dhe punonjësi rinor të jetë i akredituar, pra të ketë një certifikim të posaçëm, qoftë për ata që kanë shpenzuar vite të tëra nga karriera e tyre për të mësuar se si të jenë një punonjës i përshtatshëm për të rinjt, por edhe për ata që kanë dëshirë të mësojnë, pra të jetë një pozicion apo profesion i mirëfillt, që të rinjt janë të sigurt kur janë me një punonjës rinor, që të kenë mundësinë që të kenë gjithë shërbimet dhe ofertat e nevojshme për rinin. Dhe kjo në fakt ka qenë dhe fokusi i ndryshimeve që kemi përshtatur nga Bashkimi Evropian. Pra nuk kemi shpikur rrotën, kemi marrë disa modele të mira dhe i kemi përshtatur që të funksionojnë me legjislacionin ekzistues në Shqipëri. Madje, unë gjykoj që paktën për këto qendrat, që sipas parashikimit të ligjit janë varësi bashkive, menaxhohen nga bashkitë, njësitë e qeverisë vendore, nuk rrisin as kostën buxhetin e shtetit, sepse ato madje deri diku mund të kthehen edhe një farë vetë financimi, duke dhënë ambientin me qira për aktivitetet për të tretë e tjera, duke krijuar facilitetet e mundshme, por që nuk e dëmtojnë buxhetin e shtetit. Pikërisht ky ka qenë fokusi, sepse nuk ka gjë më të trisht se sa të investosh para për të krijuar një qendër rinore dhe për ta bërë një hapësirë shumë të bukur, por ndërkohë nuk përdoret nga trinjt. Ti e bën gjithë investimin, por nëse trinjt nuk janë aty gjatë gjithë kohës, atëherë çu pa që është ky investim. Prandaj dhe qëllimi i ndryshimeve ligjore ka qenë pikërisht ky, që organizatat rinore ta përdorin qendrën, që donatorët kenë mundësinë të financojnë aktivitete, që bizneset e zonës nëse duan mund të financojnë qendrën rinore, që prindrit mund të angazhohen për të bërë aktivitete bashkë me trinjt, fëmijët e tyre, të gjithë këto komponent tashmë lejohen. Dhe kjo është në fakt fokusi. Sigurisht do dojë shumë sforco dhe shumë përpjekje nga ana bashkive, nga ana qendrave rinore, që ne t'i fusim këto ndryshime ligjore në punë, sepse është diçka të bësh ligjin dhe është diçka pastaj ta fusësh në praktik. Kështu që do na duhet pak një proces trajnimi për të mësuar se si qendrat rinore do funksionojnë me këtë metodologji të re, por në fakt shumë shtete në Bashkimin Evropian ja kanë arritur këtë qëllimi me këto ndryshime për të bërë qendrat rinore të qëndrueshme, sepse fokusi është që ato të mund të vijojnë vetë, pra të mos kenë gjatë gjithë kohës mbështetje nga qeveria, të mos kenë gjatë gjithë kohës mbështetje nga donator, por të mund të krijojnë mënyrat e tyre edhe për të krijuar të ardhura, por edhe mbi të gjitha për të qenë në funksion të rinjve pa kosto kundrejt të rinjve. Madje kur e mendon ashtri aktiv, saqë për shembull në 3 aktivitete që kishim, për te orari që nuk është fort i përshtatshëm, 10 apo 12 të rinjt janë në shkolla, dikush është në punë dhe nuk e ka mundësinë të vinë në aktivitet. Për shembull, ne pam Bashkinë Prenjas, sinqerisht një grup të rinjësh mbi 40 veta, që ishin në atë zhargonin e përditshëm flak, aktiv, diskutonin e tjera, dhe që vërtet është kur është mundësia për të krijuar një qendër të tillë është kriminale në thonjza, që të mos ja krijosh atë
atë mundësi. Edhe librazhe dhe lezha, pa tjetër, me të reaktiv, po më bëri përshtypje prej një asis, sepse u mblodh në shumë njerë, sa që salla nuk i zinë të modë, më thonë. Ajo salla ku ne zhvilluam aktivitetin. Po me qenë se përmendet pjesën e zbatimit të ligjit, ne përgjithsisht, jo vetëm për ligjin për rinin, kemi thonë, ose themi gjithmonë që kemi ligjet mira. Tashmë po bënë edhe më të mira, në fakt, përsa kohë transpozohen, përafrohen me akis të Bashkimit Evropian, por sa ka qaluar ose sa qalon dhe është i vështirë zbatimi këtyre ligjeve. Edhe konkretisht edhe i ligjit për rinin, Mendoj që gjithmonë çfarë shumë e rëndësishme janë burimet njerëzore. Do me thënë, ligjet mund të jenë shumë të mira, po burimet njerëzore është e para që është e rëndësishme për të zbatuar një ligj siç duhet. Dhe e dyta është monitorimi. Dhe monitorimi është vërtet shumë i rëndësishëm dhe po e lidh pjesën e monitorimit me strategjinë kombëtare të rinisë. Çfarë kemi bërë ne ndryshe dhe ndoshta ndryshe edhe nga strategjitë e tjera që janë në Shqipëri, ne nuk e monitorojmë strategjinë tonë një herë në vit. Ne monitorojmë strategjinë tonë çdo 6 muaj. Arsyeja pse e bëjmë këtë është për t'i lejuar vetes atë kohën e nevojshme që nëse ka ndodhur që gjatë 6 muajve nuk është qenë e mundur, nuk ka qenë e mundur, apo nuk është pasur mundësia, apo nuk e di çfarë mund të ketë ndodhur, që një nga objektivat, një nga masat nuk është realizuar. Ty të lejon kohë që deri në fund të vitit mund ta kapësh sërish ritmin. Pra tek monitorimi i dytë ti e kap ritmin dhe nuk mbetesh mbrapa me zbatimin e strategjisë. E njëjta gjë vlen dhe për ligjet, dhe në fakt gjatë kohës që isha në komision për të prezantuar ndryshimet ligjore, pata mundësinë që të bëj një tablo shumë të zgjeruar të arritjeve apo rezultateve të ligjit. Dhe një nga shembujt që unë jap gjithmonë është ligji për rinin ka kaluar në 2019, versioni i parë i ligjit për rinin përpara ndryshimeve. Dhe në fakt aty përcaktohej se ne duhet kishim këshilla vendore rinore që funksiononin në 61 bashki të vendit. Realiteti ishte që në 21-shin përpara krijimit të Ministrit të Shtetit për rinin dhe fëmijët si institucion i veçantë dhe i posaçëm, ne kishim vetëm 8 këshilla vendore rinore. Pra, ligji ishte aty, por ndërkohë s'kishte pasur atë shtytjen e nevojshme që këto këshilla të ngriheshin, të fillonin të funksiononin. Pra, ndonjëherë duhet dhe kombinimi të dyjave. Dhe në fakt puna që ne kemi bërë gjatë kësaj periudhe që kur është ngritur ky institucion i posaçëm, që unë besoj përtej nderit dhe privilegjit, por edhe përgjegjësisë madhe që jam në krye të këtij institucioni, mendoj që për të rinjt është një mundësi shumë e mirë që kanë një person që është në mbledhje qeverie, që është në pozicion vendimarrës për të ngritur zërin për ta. Dhe pikërisht çfarë kemi bërë me këshillat vendore rinore është që përgjatë këtyre 3 viteve ne jo vetëm i kemi ngritur në çdo bashki të vendit, por kemi punuar shumë fort që këto këshilla vendore rinore të jenë funksional, pra mos jenë vetëm në letër, të jenë grupe të rinj dhe kam përshtypjen që të rinj që ju keni takuar në prenjas, besoj pjesa më e madhe e tyre janë pjesë e këshillit vendor rinor. Dhe kjo është arsyeja pse ata janë Kjo është arsyeja pse ata janë trajnuar për të folur në publik, janë trajnuar për të shprehur mendimet e tyre, për të shprehur kritikat e tyre, dhe gjithë këto komponent nevojshëm i bëjnë të rinjt një forcë vendimarrëse, sepse shumë e thjesht thua që duam të kemi të rinjt pjesë e proceseve vendimarrëse, po a din të rinjt ta shprehin atë që duan të thonë? Për shembull, Klajdi që është sot këtu, është pjesë e Këshillit Kombëtar Rinor. Dhe ti je pjesë e Këshillit Kombëtar Rinor, në fakt është një arritje madhe. Nuk është dikush që emërohet nga ministri, nuk është dikush që përzidhet nga ministri. Klajdi në fakt i është dashur të konkurojë për të bërë pjesë e Këshillit Kombëtar Rinor dhe ka konkuruar me bashkëmoshatarët e tij dhe me organizatat rinore. Pra, Klajdi që është një nga 14 anëtarët e Këshillit Kombëtar Rinor që ne kemi, është përzgjedhur me votat e shoqërisë civile që funksionon në fushën e rinisë. Pra i është dashur punë, i është dashur lobim që të jetë ai zëri që përfaqëson një grup të organizatave të shoqërisë civile. Se në fakt kemi 8 si Klajdi, kemi 8 të rinj që janë pjesë e këtij bordi dhe për të ndërtuar gjithë këto sisteme që të funksionojnë, patjetër që ka nevojë për dëshirën e mirë, ka nevojë për burimet njerëzore, por mbi të gjitha ka dhe nevojë që edhe ligji të jetë i mirë. Kështu që është një kombinim i të trejave, por ka dhe nevojë për monitorim. Pra mbikëqyrja që duhet të jetë qoftë nga parlamenti, qoftë nga qeveria, qoftë nga vetë të rinjt në rastin e ligjit për rinin, pra nga grupet e interesit për ligjet e tjera, duhet të jetë shumë i fuqishëm që ne të sigurohemi që ligjet të mund të ndiqen. Kjo është detyra jonë si qytetar pikëpari. Do kthehemi sërish tek ju, zonja ministre, por Klajdi, me qenë se ishte çështje konkurrimi, a ishte i vështirë? Dua të tregoj pak edhe nivelin e trive që kanë studiuar apo studiojnë në Shqipëri, konkurimi juaj gara, po them, për të zgjedhur dhe më pas cili është bashkëpunimi rajonal nëpërmjet Rajkos. Janë 2 procese për cilat unë kam konkuruar, pra Këshilli Kombëtar Rinor dhe Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor ose Rajkos, që ka emërtimin ndërkombëtar. Janë 2 procese ndryshme konkurimi. Unë mund të flas më shumë për Rajkon, duke qenë se është një proces që investova akoma dhe më shumë kohë për të aplikuar, për të konkuruar në këtë proces. Në radhë parë, thjesht për të bërë një prezantim të shkurtër, Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor është një zyrë
ndërqeveritare mes Ballkanit Perëndimor, pra shteteve anëtare të Ballkanit Perëndimor, ku nëpërmjet procesit Berlinit kanë krijuar këtë organizatë rajonale. Në bordin drejtues të kësaj organizate bëjnë pjesë 6 përfaqësues të qeverive të Ballkanit Perëndimor dhe 6 të rinj për secilin vend anëtar të Ballkanit Perëndimor. Këtë duhet ta përmendim, mendoj unë, që është shembull pozitiv që Shqipëria ka një proces shumë të mirë për zgjedhjen e përfaqësuesit rinor në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, sepse është një proces i hapur ku gjithë secili mund të konkurrojë, që përmbush kriteret sigurisht, dhe votohet po prap nga shoqëria civile. Është një proces që nuk ndodh kështu në shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse atje ndodh me emërtim. Pra, një ri emërtohet nga Ministritë e Linjës për të përfaqësuar rininë e shteteve specifike. Kështu që ky është rast pozitiv. Në Shqipëri ka pasur konkurrencë të lartë sepse dëshira ishte e madhe për të përfaqësuar zërin e të rinjve shqiptar në këtë institucion, edhe për shkak të peshës që ka, pra përveç përfaqësimit të interesave të rinjve shqiptar, por edhe fuqisë vendimarrëse që ka ky institucion, ose roli i të rinjve në bordin drejtues të këtij institucioni. Unë kam pasur fatin që kisha një mbështetje të madhe të shoqërisë civile në momentin e konkurimit, dhe mendoj deri tani është bërë një punë e mirë nga përfaqësimi shqiptar, pra edhe nga ministri edhe nga unë personalisht, që të përfaqësojnë mirë interesat për sa i përket bashkëpunimit rajonal. Do shkoj një hapësirë publicitare për të kthyer sërish tek biseda, por para reklamave, meqense jemi në periudhë vazhdojnë griprat, sëmundjet etj. Maxigesic është një kombinim perfekt i paracetamolit dhe ibuprofenit, të dyja së bashku në një tabletë vetme dhe veprim të dyanshëm e të dyfisht. Maxigesic është ideal për dhimbjet që shkaktohen nga gripi, dhimbjet e artritit dhe ato të reumatizmës, por dhe për ju gjitha femrat është një arbik i fortë kundër dhimbjeve menstruale. Një tablet Maxigesic është ideal dhe për dhimbjet e dhëmballëve, të kokës dhe ato muskulare. Nuk ka gjë të pamundur me Maxigesic, ndaj kjo është zgjedhja juaj kundër dhimbjeve. Mos u largoni nga ekrani i Ora News, kthehemi pas pak. Ndjeni të mashtruar gjatë blerjeve fizike apo online, nga subjektet private që nuk ju ofrojnë shërbime apo produkte sipas kontratës, apo nga praktika tregtare të padrejta ose edhe agresive, nga kompanitë e telefonisë, të internetit, nga bankat apo mikrofinancat. Keni gjetur produkte të skaduara, të tjera që nuk janë konform, si produkte ushqimore, jo ushqimore, kozmetike, higjienike të tjerë. Apo jeni cënuar nga teknologjia, mashtrimet kibernetike, ose po përballeni me parregullsi nga kompanitë ajrore, paketa turistike, transporti publik e gjithçka që cënon të drejtat tuaja si konsumator. Linja për mbrojtje në konsumatorëve do t'ju vinë në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe qendra Alert do të trajtojë ankesën apo denuncimin tuaj. Jemi sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për rinin, për forcimin e rinis, fuqizimin e rinis, zhvillimin e saj me politika, projekte, por edhe me iniciativa konkrete të prekshme. Zonja Muzhaqi, e përmendim fakt që jeni ministre e re, si vetë ministria, pra një institucion i krijuar se janë bërë 4 vjetë, pra mandati i fundit i kësaj qeverie. I fundit deri tani, që mos tingëlloj keq. Nuk e di më mbrapa, por meqense është edhe periudhë fushate tani. Cilat janë arritjet tuaja si ministri, si ministër në raport gjithmonë me rinin? Ke një orë gjysmë më gjashtë të të listoj gjitha? Deri në orën 10:25, pra 22:25 mundesh. Po përpiqem ti shkurtoj ndoshta dhe ti bie pak më ti përmbledh arritjet. E para që unë përmenda pak më herët është ngritja e këshillave vendorinore, që është shumë e rëndësishme për pjesën e përfshirjes të rinjve vendimmarrje. Tashmë kemi diku te 480 rinj që janë pjesë e këtyre këshillave në gjithë vendin, dhe ata janë entiteti konsultues me kryetarin e bashkisë. Pra ata konsultojnë buxhetin e qytetit, konsultojnë politikat rinore dhe konsultojnë çdo gjë që ata mendojnë që është e rëndësishme për të rinjt. E dyta është krijimi dhe themelimi i Këshillit Kombëtar Rinor, por dhe rritja e kapaciteteve që ky këshill ka.
Pjesa tjetër që do theksoja është rritja e buxhetit dhe mbështetja e mëtejshme e projekteve dhe programeve për të rinjt me anë të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Po këtu do ndalem vetëm për një detaj të vogël, që ndoshta kush ka aplikuar te Agjencia Kombëtare e Rinisë e di, është procesi i grantdhënies. Ne kemi ndryshuar që në kryet herës, që në 21-shën, procesin se si ne menaxhojmë projektet që japim me anë të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Dhe në ndryshim nga një pjesë e madhe e institucioneve, ky proces nuk është vetëm nga administrata shtetërore, por në fakt është një kombinim i 3 faktorëve. Është administrata shtetërore, është shoqëria civile, por janë dhe donatorët në raste kur ne kemi donatorë. Pra duke bërë këtë trinomin, ne arrim që të kemi një proces më objektiv, më transparent. Dhe mbi të gjitha dhe mënyra e aplikimit tek Agjencia Kombëtare e Rinisë është e përshtatur krejtësisht me metodologjinë LOAD të Bashkimit Evropian. Pra do të thotë që një organizatë që ka arritur të bëjë një aplikim të suksesshëm tek Agjencia Kombëtare e Rinisë është gati që të bëjë një aplikim të suksesshëm për Bashkimin Evropian. Shumë letra kërkoni sa. Është duket i vështirë dhe në fakt nuk ka qenë pa qëllim që është i vështirë, sepse fokusi jonë është ne jemi tashmë një vend kandidat, isha gati tosha antar, po afër jemi, drejt asaj rruge. Kështu që ne jemi një vend që po lufton dhe po punon për ditë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mendoj që dhe organizatat tona të shoqërisë civile duhet të bëhen gati për këtë proces. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse Agjencia Kombëtare e Rinisë e ka përshtatur procesin për të bërë gati për aplikimet në Bashkimin Evropian. Dhe në fakt kjo ka treguar rezultate shumë të mira, sepse organizatat shqiptare kanë rritur përqindjen e aplikimeve, por edhe të fitores së projekteve në Bashkimin Evropian që nga ndryshimi i thirrjes tonë. Pra tregon që ishte një vendim i dur, edhe pse ndonjëherë organizatat nuk janë shumë të lumtura për gjithë aplikimin edhe për gjithë detajet që ndoshta ne kërkojmë, por besoj që kemi rritur objektivitetin, por edhe transparencën në këtë proces që ne bëjmë. Po ndërkohë nuk doja të ndalesha vetëm te Agjencia Kombëtare e Rinisë, por doja të cekja shkurtimisht edhe 3 programe që ne kemi zbatuar me anë të institucioneve të tjera të qeverisë shqiptare. I pari që unë kam shumë për zemër është programi kodimit për fëmijët. Tashmë ne kemi 340 laboratorë në shkollat e Shqipërisë dhe pjesa më e bukur është që fëmijët tanë që nga mosha 6 vjeç pra në klasën e parë janë duke mësuar programim dhe janë duke mësuar këtë duke luajtur. Pra ata arktohen, luajnë, por ndërkohë mësojnë edhe logjikën e programimit, duke i bërë kështu fëmijët tanë shumë të avantazhuar se sa fëmijët e tjerë në botë që ndoshta nuk e kanë këtë mundësi. I dyti është programi Arteve dhe Zejeve, që ne ofrojmë në 200 shkolla dhe krijojmë mundësinë që fëmijët të zbulojnë, por edhe të zhvillojnë talentet e tyre në këto fusha. Programi ofruar kërcësisht falas nga qeveria shqiptare dhe pa kosto për prindrit. Dhe i treti, dhe ndoshta dhe më i këndshmi për pjesën e mirëqenies së të rinjve që folëm pak më herët, lidhet me ekipet sportive në shkolla. Dhe me anë të këtij programi ne kemi targetuar 12.000 fëmijë dhe të rinj në gjithë Shqipërinë, të cilët kanë pasur mundësinë që të bëhen pjesë e këtyre ekipeve në basketbol dhe volejbol, por edhe për t'i dhënë atyre pajisjet e nevojshme, uniformat dhe çdo gjë tjetër, për të mos pasur asnjë lloj koste sërish për prindrit e tyre në ato kurse që i çojmë her pas here fëmijët. Këto janë pak nga programet, po unë i theksoj këto sepse besoj që kanë ndruar qasjen ndaj trajtimit, po dhe mundësive që të rinjtë dhe fëmijët kanë nëpër shkolla. Pra nuk është më vetëm fokusi te çfarë bëjnë fëmijët në shkollë dhe brenda orarit zyrtar, por është dhe fokusi pasi përfundon shkolla, çfarë do bëjnë fëmijët dhe me çfarë aktiviteti do të merren, sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që kushdo që lan shesh që është dhe prind në fakt, e mendon gjithmonë këtë komponentin që çfarë do bëj fëmia pasi të mbarojë shkolla, si do sigurohemi që të jetë në një ambient sigur, që të bëjë diçka me vlerë për jetën e tij, dhe kjo ka qenë dhe fokusi i këtyre programeve që ne kemi zbatuar. Meqense përmendem pjesën e aplikimeve, në fakt edhe ato zarfet e mëdhaja me nga 3 zarfë brenda etj. Për aplikimet, sigurisht do doja edhe personalisht të falenderoj edhe stafin e AKR-s, sepse një punë voluminoze, përveç pjesës së shqyrtimit, është edhe pjesa e mentorimit, pastaj unë e them tutorim, kështu si me shaka, por mentorimi që bëjnë gjithë organizatave, janë gjithë projekte, pastaj gjithë aktivitetet e tjera që ato i monitorojnë dhe në fakt janë njerëz të papërtueshëm. Është proces më vete, duket shumë e thjeshtë, dhe që janë vërtet për të përgëzuar, edhe nuk është staf i madh AKR. Është një staf shumë i vogël që unë them që secili nga personat e AKR-s punon sikur të ishin 10 veta, se fakti që ndjeken në mënyrë të vazhdueshme gati 48-49 projekte në çdo periudhë të vitit, sepse projektet tona koincidojnë me njëri tjetrin, do të thotë që aq pak veta sa janë aty. Më gëzon fakti që e keni vlerësuar ndihmën e stafit, sepse dhe fokusi jonë është që jemi mbështetje. Jo, janë vërtet njerëz që përgjigjen në kohë reale, madje edhe jashtë orarit apo edhe në ditë. S'kemi orare, nuk kemi orare. Përveç pjesës parashikimeve ligjore, fuqizimi i rinisë e tjera, a ka nevojë edhe për mbështetje praktike? Pra, ju i thatë disa, sigurisht, po
për mbështetje praktike ka shumë nevojë, dhe në fakt ne kemi qenë me fat, edhe këtu vlen dhe një falënderim qoftë për Këshillin Kombëtar Rinor, por edhe për gjithë shoqërinë civile, që na kanë ndihmuar shumë që kur ndërtonim draftin e ri të ligjit, të mund të përfshinim aty edhe disa programe praktike për të rinjt. Dhe unë do përqendrohem te 2 prej tyre, ndoshta pak më vonë të tregoj edhe për të tretin. I pari është shumë i rëndësishëm sepse ka si fokus t'i bëj të rinjt në aktorë të mirëfill të ndryshimit që ata duan. Dhe çfarë do të thotë kjo me fjalë thjeshta? Do të thotë që nëse ne kemi 3 apo 4 të rinj në një qytet që duan të bëjnë një projekt, duan të shtojnë libra të bibliotekat tyre, duan të bëjnë një trajnim për një fushë të caktuar, duan të ndërmarrin një iniciativë pastrimi, duan të bëjnë një klub të ndryshëm, klub shahu, klub sporti, çfarë do lloj ideje që këta të rinjt kanë, për sa kohë bëhen bashkë grup, shkruajnë një projekt, një faqe, asgjë më shumë. Bëjnë një buxhet dhe thonë që ne na duhen kaq para për ta realizuar dhe për ta vënë në jetë të projekt, mund ta aplikojnë tek Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe ne do kemi mundësinë që t'i mbështesim. Dhe siç kemi bërë me organizatat, që i kemi mentoruar dhe i kemi treguar dhe mënyrën e dur. Do njihen si grup informal. Grupet jo formale. Grupet jo formale, kështu do të kemi mundësinë që të rinjt, kemi 4 të rinj tropoj që janë shumë përgatitur, po ama i mungon diçka te shkolla e tyre. Që nga tropoj e përgatitur të jenë. Jam e bindur marr gjithmonë, nuk e di pse marr gjithmonë rastin e tropojës dhe Konespolit, veriun dhe jugun e Shqipërisë, por në fakt edhe nga diskutimet që ne kemi bërë me të rinjt, na kanë thënë gjithmonë që ne kemi ide shumë të bukura. Dhe problemi është që ato ide, po s'ka një mbështetje praktike, siç përmendet dhe ju, mbeten ide, mbeten në letër. Dëshira jonë është të rinjt ato ide të bukura që kanë për të ndryshuar qytetet e tyre. Pra edhe fokusi i projektit ka qenë nisma komunitare, diçka që ndryshon qytetin tënd, se si ti vet mund ta bësh qytetin tënd më të mirë. Dhe kjo sigurisht kërkon dhe përgjegjësi. Sepse nuk është shumë e thjeshtë, nuk është e thjeshtë që ti shkruash projektin dhe të ja lësh një të më të rrituri që ta zbatoj. Mjafton që njëri prej të rinjve të jetë mbi 18 vjeç, pra 18 e lart, dhe 3 të tjerët mund të jenë dhe më të vegjël. Dhe besoj që kjo do të ketë mundësinë që të fuqizojë edhe vetë të rinj. Dhe arsyeja pse e kemi krijuar si program, është sepse jo në të gjithë Shqipërinë ne kemi organizata rinore. Në qytetet e mëdha ne kemi organizata rinore që janë shumë aktive dhe na ndihmojnë shumë me përcjelljen e projekteve dhe programeve tona në gjithë vendin, por kemi edhe qytete të vogla ku ndoshta organizatat rinore mund të shkojnë ato të Tiranës, por në fakt nuk kanë organizata lokale. Dhe kjo është arsyeja pse ne duam që të rinjt vet të bëjnë atë celulën e parë të krijimit të një projekti. Dhe pastaj sigurisht në të ardhmen ata mund të bëjnë organizata rinore, mund ta zhvillojnë më tej. Dhe kjo në fakt fuqizon edhe Këshillin Vendor Rinor, sepse edhe grupet e këshillave vendor rinor që ne kemi në qytete mund të bëhen bashkë dhe të aplikojnë për të njëjtat projekte për të bërë realitet ato ëndrat e vogla që mund të kenë për qytetin e tyre. Ndërsa e dyta që është sërish shumë e rëndësishme, dhe kjo në fakt na ka ardhur nga praktika, sepse kemi kuptuar shpesh herë na ndodh që të rinjt tanë, nga që janë shumë talentuar dhe fitojnë kompeticione në Shqipëri, ftohen që të marrin pjesë në kompeticione jashtë Shqipërisë për të përfaqësuar vendin tonë. Na ndodh që nuk ja paguajmë dot kostot dhe ndonjëherë rastisht që jo të gjithë janë nga familje që vijnë nga një ekonomi e mirë dhe kanë mundësinë të shkojnë. Na ndodh që kemi të rinj shumë talentuar që nuk arrin dot të shkojnë për kompeticione ndërkombëtare. Prandaj kemi vendosur që të bëjmë një program të talenteve, ku ne i mbështesim në mënyrë të drejtë për drejtë çdo të ri që fiton një kompeticion, qoftë në fushën e sportit, në fushën e artit, teknologjisë, shkencës dhe çdo fushë tjetër, për sa kohë ata dalin fitues nga një kompeticion në vendin tonë dhe janë të përzgjedhur për të marrë pjesë në një kompeticion jashtë Shqipërisë, Agjencia Kombëtare e Rinisë do të ketë mundësinë që t'i paguajë qoftë udhëtimin, por edhe qëndrimin atje. Pra që prindrit mos kenë kosto shtesë dhe ky fëmijë që është kaq i talentuar, ky i ri, të ketë mundësinë të shkojë dhe ta ngrejë atë flamurin ton lart në vendin ku me siguri do fitojë, sepse edhe nga rezultatet që shohim nga të rinjt janë vërtet shumë të mira. Kështu që edhe ky program do krijojë një barazi për sa i përket të rinjve talentuar. Pra nëse je i talentuar, ne do të mbështesim pavarësisht nga backgroundi, pavarësisht nga qyteti nga i cili ti vjen, do të kesh mundësinë që të shkosh me të drejtat barabarta dhe të mos jetë penalizim ajo mungesa e atyre parave për të shkuar edhe për të marrë pjesë në kompeticione. Ndoshta ju nuk e keni informacionin, por pikërisht unë kam mbrojtur në komision parlamentar për ato sugjerimet e shoqërisë civile, pikërisht që thatë ju, grupet jo formale, sepse ndërmarrin iniciativa, qoftë edhe të vogla, por janë të ligjshëm, kanë drejt të kërkojnë fonde, kanë mundësinë ligjore të kërkojnë fonde, buxhete për iniciativë vogël, aty ku nuk ka organizata, siç e thatë ju në qytete të vogla, ose le të ketë organizata, secili bën atë punën e tij, pikërisht për talentet, të cilat ka fëmijë vërtet që janë talentuar, por që nuk kanë mundësinë financiare ta shprehin, qoftë nga një rreth apo qytet i vogël në Tiranë e aq më pak në financiar nga familja, pra aq më pak jashtë Shqipërisë dhe pjesën e
diasporës në fakt, përfaqësimin e të rinjve diasporës në këshillat vendore. Këshillat vendore rinore dhe këshillin kombëtar rinor. Kështu që sepse ka mjaft të rinj të talentuar nga diaspora që kanë çfarë japin. Qoftë me idetë të tyre, me iniciativa, me mendima. Kjo e përfaqësimit të diasporës, a mendoni se është e rëndësishme, Klajde? Mendoj që është shumë e rëndësishme. Diasporës. Fatkeqësisht, një numër i madh i të rinjve është larguar këto 3 dekade nga Shqipëria dhe potenciali i tyre nuk është zbatuar në Shqipëri, por është zbatuar diku tjetër në botë dhe afrimi i tyre me Shqipërinë dhe me shoqërinë shqiptare është shumë i nevojshëm sepse do të rikthejë apo do të kontribuojnë atë që quhet migracion qarkullues. Pra, nëpërmjet përfshirjes së tyre ata mund të japin shumë për atë dheun. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme ky aspekt. Ajo që mund të përmend është që të rinjt, mbase të rinjt në Shqipëri kanë humbur besimin në shumë procese. Këtë besim mund ta kenë trashëguar nga prindërit e tyre, pra këtë mungesë besimi mund ta kenë trashëguar nga prindërit e tyre ose mund të kenë pas një përballje me një institucion në të shkuarën vetë dhe më pas kanë zgjedhur që mos të japin mundësinë asnjë aplikimi në të ardhmen për tu përfshirë. Dhe këtë e gjen kudo në Shqipëri dhe edhe nëse arsyet janë të vlefshme, pra me të drejtë kanë humbur këtë besim, prapë mendoj që duhet japin shansin çfarëdo lloj procesi, çfarëdo lloj procedure që të marrin pjesë dhe të aplikojnë dhe të angazhohen. Kështu që duke përfshirë të rinjt shqiptarë dhe duke përfshirë të rinjt e diasporës me angazhim në Shqipëri, mendoj që ka një potencial shumë të madh për të bërë shumë për Shqipërinë. Ajo që mund të përmend tjetër është, unë kam qenë në të shkuarën delegat në Forumin Rinor Europian, që është në nivel europian është grupimi organizativ më i lartë i shoqërisë civile në BE. Dhe ndonjëherë falë edhe punës që kanë bërë në Shqipëri, kanë pas mundësi që të shkojnë në qytetet dhe fshatra të ndryshëm të Shqipërisë dhe më shumë frymëzohem nga një takim në Dibër apo në Vlorë apo në një vend caktuar tjetër, për shkak të informacionit dhe potencialit që kanë të rinjt që takoj aty, sesa nga ky grupim që takohet në Bruksel. Kështu që potenciali që kemi këtu është shumë i madh dhe nëse deri dje kemi pas ligjin apo kemi pas këto politika rinore që u përmendën, me mekanizmin për të zbatuar këto politika, sepse të rinjt nuk informohen mbi ligjet, pra nuk intereson mbase në përditshmërinë e tyre se çfarë ligjesh janë që kalojnë në Parlamentin shqiptar, por intereson të shohin zbatimin e këtyre ligjeve dhe ashtu siç u përmend edhe nga ministrja, me zbatim të mirë të tyre, nëpërmjet mekanizmave që janë aktualisht të vendosura, këta do të përfitojnë pra të rinjt shqiptarë do të përfitojnë nga ligjet që janë në fuqi. Kështu që kjo është ajo që duhet parë me pozitivitet, pavarësisht sfidave të mëdha që mund të ketë vendi. Dhe skepticizmi, në fakt, se sa hapin syt fëmijët, dëgjojnë të rriturit ose prindërit e tyre që thonë, kur them fëmijët të rinj në tërësi, dëgjojnë prindërit e tyre që thonë ky vend nuk bëhet. Por sa e rëndësishme është edhe përfshirja apo krijimi startupeve në teknologji, informacion e tjera për fuqizimin e të rinjve, për të rinj në tërësi. U përbënd pak më parë edhe nevoja për të punuar për komunitetin, por që është absolutisht shumë e rëndësishme dhe pastaj është edhe pjesa tjetër ekonomike. Pra, ti përmendë startupet si një mundësi e përfaqësimit apo e angazhimit të rinjve dhe unë e lidh këtë shumë me rritjen individuale të çdo kujt. Dhe mendoj që çdo kush që rritet individualisht, pra duke pas një potencial ekonomik të respektiv të tyre, mund të ndikojë edhe për rritjen e komuniteteve. Dhe të rinjt që përfshihen në startupe, pra duke hapur një biznes të vogël, mbas edhe me iniciativa apo me politika të tjera rinore që mund të shtohen në të ardhmen apo edhe me programet që janë aktualisht në funksion, që mund të përmenden edhe nga ministra më vonë, me këto nisma që janë aktualisht të rinjt mund të shfrytëzojnë potencialin e tyre për të krijuar produkte ekonomike, por edhe rrisin inovacionin. Dhe kjo është diçka që do jetë akoma dhe shumë e nevojshme me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra do të jemi pjesë e një tregu tashmë shumë më të madh, ku do të ketë akses shumë më të madh ekonomia shqiptare dhe të rinjt qofse përgatiten që tani për këtë treg, mund të bëhen pjesë menjëhershme dhe mundësitë ekonomike do të jenë shumë më të mëdha. Cila është mbështetja ndoshta konkrete ose mekanizmat për të shkuar gjithë rinjt në gjithë Shqipërinë, qoftë për ato startupe, qoftë për mbështetje
sa do të vogël financiare, sipas mundësive, projekte kryesisht se e AKR-s, e Ministrisë, në këtë moment. Në fakt, kur flasim për startupet, ne kemi një agjenci specifike, është Startup Albania, dhe lajmi mirë është se te Startup Albania pjesa më e madhe e aplikantëve janë të rinj, dhe besoj gjithë ata që kanë më shumë guxim për të aplikuar edhe për të bërë pjesë e startupeve, zakonisht koincidon që janë dhe të rinjt. Dhe mendoj fakti që qeveria shqiptare gjatë këtyre 3 viteve të fundit ka ofruar një mbështetje që ka qenë në mënyrë të vazhdueshme në rritje për startupet, i ka krijuar mundësinë të rinjve që ta provojnë edhe të bëjnë pjesë e këtyre grupeve. Po jo vetëm qeveria shqiptare, por në fakt edhe Bashkimi Evropian ka pasur projekte të ndryshme për sa i përket mbështetjes startupeve. Dhe sigurisht ne na duket ndonjëherë sikur startupet do jenë gjithë suksesshme, por në fakt edhe në botë startupet 95% të tyre dështojnë dhe vetëm 5% mund të jenë ato që ja dalin edhe janë suksesshëm. Dhe besoj që trinjt tanë nuk kanë frikë të guxojnë. Dhe kjo është në fakt pjesa që mua më pëlqen më shumë dhe bashkohem me atë që po thoshte Klajdi për sa i përket takimeve me trinjt. Ti kur takon trinjt e kupton që ato e kanë dëshirën shumë të madhe për të guxuar, për të bërë pjesë e projekteve të ndryshme, por jo gjithmonë janë të informuar. Dhe mendoj që këtu e kemi edhe pak ne problemin, e ka pak dhe media problemin, e kam pak dhe bashkëmoshatarët problemin, ndoshta ne nuk kemi përshtatur akoma me sfidat e kësaj gjeneratës së re. Dhe kjo gjenerata e re fatkesisht nuk shef shumë media tradicionale, nuk ndjek website standarde dhe, siç tha dhe Klajdi me drejt, nuk ndjek edhe ndryshimet ligjore. Kështu që ndoshta ne duhet përshtatemi pak më shumë edhe t'ja u përcjellim informacionin në mënyrën se si ata e presin informacionin. Sepse kjo na ndodh përgjithsisht. Na ndodh që nuk arrim dot të targetojmë të gjithë të rinjt në të gjithë Shqipërinë. Dhe në fakt një nga sfidat që do ta kemi, por do ta kemi edhe më tej në vijim, lidhet me zbatimin e garancisë rinore. Programi i garancisë rinore synon që të targetojë të gjithë të rinjt që nuk janë në punësim, nuk janë në arsim dhe nuk janë në një program trajnimi të vazhdueshëm. Dhe për t'i targetuar këta të rinj, ne duhet të gjejmë mënyrën se si të shkojmë tek ata. Sigurisht do ishte shumë e thjeshtë që ata të shkonin te zyra e punës, por nga gjithë statistikat dhe nga gjithë puna që ne kemi bërë paraprakisht për këtë program, kemi kuptuar që të gjithë rinjt në fakt shkojnë te zyra e punës. Kështu që na duhet ne të bëhemi shumë kreativ në mënyrën se si shkojmë tek të rinjt. Dhe kjo është një sfidë e vazhdueshme, nuk është vetëm për politikanët në Shqipëri, nuk është vetëm për aktivistët. Çfarë do ndodhi pastaj? Në lidhje me garancinë. Kjo është pyetje shumë e bukur në fakt. Garancia jonë se dëgjojmë garancia sovrane, garancitë në bujësi e tjera, po garancia rinore e ka fiks konceptin e garancisë së mirëfillt, që do të thotë nëse ti je një njerëz që nuk je në punë, nuk je në arsim dhe nuk je në trajnim, dhe aplikon tek programi i garancisë rinore, brenda 4 muajsh nga aplikimi, qeveria, institucioni zbatues në këtë rast është AKP-ja, bashkë me MEK-in, do të kenë mundësinë që të ofrojnë ose një punësim, ose një internship, pra një praktik puna, ose një trajnim, ose një zhvillim profesional të vazhdueshëm. Pra brenda 4 muajsh ne do të sigurohemi që çdo njeri që aplikon të ketë mundësinë që të vijojë më tej karrierën e tij. Qoftë duke mësuar pak më shumë, qoftë duke u trajnuar, qoftë duke mësuar një profesion, qoftë duke bërë pjesë të tregut punës. Dhe në fakt ky është një program i Bashkimit Evropian që Shqipëria ka fituar të drejtën që ta zbatojë dhe do të jetë një program që do të ketë një mbështetje shumë të madhe nga Bashkimi Evropian dhe një mbështetje relativisht vogël nga qeveria shqiptare, por do të zbatohet nga ne dhe pilotimi ynë ka qenë shumë i suksesshëm në 3 qytete. Ne kemi zhvilluar tashmë në Shkodër, në Vlorë dhe në Tiranë dhe së shpejti do të kemi mundësinë që ta shtrim në gjithë Shqipërinë. Dhe është mirëfilli, një garanci që qeveria është aty për ty dhe brenda 4 muajsh të gjen mundësinë e të ardhmes tënde, pra që ti të mos jesh një njerëz që nuk e ka gjetur veten, qoftë në tregun e arsimit, qoftë në tregun e punës, qoftë në strukturën e karrierës. Dhe mendoj që do të jetë një nga programet që do të ketë edhe më shumë impakt tek pjesa e punësimit, por dhe e vijimit të arsimit të trinjve, sepse e dim që në kohët që ne sot jetojmë, ka nevojë që të mësojmë gjatë gjithë jetës. Pra nuk është më e mjaftueshme që ti përfundove studimet dhe mund thuash e di çfarë mbaroi tani. Besoj një pjesë e madhe jona nuk e kanë menduar kur këtë, por sot është bërë edhe më relevante dhe më e nevojshme që të vazhdosh dhe të mësosh për gjatë gjithë jetës. Dhe sidomos me brezin e sotshëm, që në fakt nuk është se qëndroj në një punë më shumë se 1 apo 2 vite. Gjë e mirë edhe kjo, sepse sigurisht ka fleksibilitet edhe ka ndryshime profesionet ndrojnë çdo ditë, inteligencë artificiale që ne shohim, ka shumë arsye, por besoj që për trinjt është mirë që ata e ndjekin trendin, por duhet që dhe ne ta ndjekim trendin në të njëjtën mënyrë, sepse ndryshe nuk arrim dot të informojmë për programet tona. Dhe themi pastaj që s'ka mundësi për trinjt. Në fakt realiteti është që mundësi ka shumë. Po a arrim ne të targetojmë trinjt? Kjo është e para. Dhe e dyta është, a besojnë të rinjt që ka meritokraci në procese?
sot jemi të dy bashkë në studio me një të ri që në dy procese, njëri ndërkombëtar, njëri shqiptar, ja ka dalë me meritokraci, duke aplikuar dhe duke u bërë pjesë e procesit dhe duke besuar të procesit. Por duhet që ne gjithë bashkë të arrim të tregojmë të rinjve që nëse ti nuk aplikon dhe nëse ti nuk bësh pjesë e një procesi, atëherë ndoshta edhe nuk ke të drejtë thuash që nuk është meritokratik. Duhet ta provosh një herë dhe pastaj të mund thuash që është apo nuk është. Përveç qyteteve ku ka filluar ky program, pra që ishte pilot, në mos gaboj. Nuk e di kur pritet filloj zërimi në qytete tjera, por pastaj gjithë përfshirja, gjithë Shqipërinë. Por ju, bashkë me Mekin dhe me këtë doni tjetër, institucione, mund vini sa herë të doni në alert, ta promovojmë dhe të shkojmë tek të rinjt. Pra t'ju japim informacion sa do të mundemi, dhe nda ju kam thonë dish një alert, lejni këto showbiz e këto programe tjera që si ju ofrojnë asgjë, sepse ju vlen. Edhe të rive, edhe çdo shqiptarit mundshëm që do të informohet për drejtat e tij të konsumatorit. Po me shumë sinqeritet mund ta promovojmë lirshëm për t'ju ardhur ndihmë të rive. Kjo është qëllimi. Kështu që kurdo që pak para se të filloj ta zgjerojmë. Ka iniciative mirë, por si është rëndësia, sa rëndësishëm është krijimi i mundësive për të rinjt si rasti konkret me idenë e frenimit largimit të trurit. Fatkeqësisht ju e përmendën fakt edhe jemi gjithë koshient që është larguar një pjesë e mirë. Qelloj fatkeqësisë, sigurisht, por pandemia që ne e kuptuam çfarë shqiptarësh vlefshëm kemi në Evropë. Në gjithë botën, në fakt. Po, është një grup i madh i shqiptarëve që janë pozicionuar në pozicionet pedagog në universitetet më të famshme të botës, në kontributet mëdha në shkencë, në inteligjencë artificiale, por edhe në profesionet zakonshme, kështu që është një grup i madh i shqiptarëve që kanë kontribuar anë mban botës dhe kanë arritur një potencial të madh. Për shkak të mundësive që mbase kanë marrë atje që mund të kenë qenë shumë më të larta në atë kohë në krahasim me Shqipërinë. Ajo që mund të them është se ndryshimet e viteve të fundit janë pozitive, pra ka pas një rritje të mundësive, por prap të rinjt shqiptar janë shumë ambiciozë dhe kjo më bën të ndihem pozitiv për faktin se do të shkojmë përpara shumë procese me ambicien e tyre, por ndonjëherë kjo ambicie nuk i përmbush në mundësitë që gjejnë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, ose shohin direkt mundësinë jashtë saj, ose kanë pjesën tjetër sociale që i detyron shpesh herë që të migrojnë dhe kjo nuk është e mirë në afatgjatë sepse sjell zvogëlim popullsisë, ne kemi aktualisht ulje të lindshmërisë dhe këto janë trende jo shumë pozitive për të ardhmen e vendit për sa i përket popullsisë. Për sa i përket numrit popullsisë. Por normalisht me pasoja ekonomike. Kështu që nevoja e shtimit mundësive është akoma edhe më e madhe, pra të vazhdojnë në këtë trend, por edhe të rritet më shumë, edhe të ketë pjesëmarrje më të madhe të të rinjve, normalisht duke besuar edhe më shumë procese dhe duke u përfshirë. Dhe kërkon guxim, pra çdo i ri duhet të ketë guxim që të provojë një herë fatin, mendoj unë, në vend. Unë personalisht për shkak të angazhimeve, kudo që kam aplikuar, kam udhëtuar anë mban botës, kam parë shumë dhe kam gjykuar që shumë çka mbase janë më mirë në Shqipëri, pra kushte për të jetuar në disa aspekte, për disa të tjera nuk janë mirë mjaftueshëm, varet shumë edhe nga qyteti dhe nga zona ku jetojnë qytetarët. Kështu që çdo kush mendoj unë ka nevojë që t'i japi pak shanse edhe vendit tonë, pra t'i japi shanse Shqipërisë të guxojë për të ndërtuar një të ardhme këtu. Mendoj që ka shumë që mund të bëjnë edhe institucionet për sa i përket ndihmimit të rinjve që të krijojnë familje herët, që të arrijnë potencialin e tyre ekonomik. Dhe kjo bëhet duke rritur mundësitë patjetër. Por tjetra që duhet pasur parasysh është që jo të gjitha pritshmëritë duhet vinë nga ana institucionale. Pra të rinjt duhet kenë edhe pritshmërinë personale. Dhe jo ta gjejnë gjithnjë pritshmërinë personale jashtë Shqipërisë. Dhe kjo mendoj unë kërkon pak ndryshim mendësie kombëtare. Do kthehem sërish tek ju, vetëm se më duhet shkoj në një hapësirë shkurtër publicitare, mos u largoni. A e dini se të gjithë gëzojnë të drejtën e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës, mbrojtjes së interesave ekonomik, të drejtën e ankimit, të drejtën për dëm shpërblim, të drejtën për edukim, të drejtën e marrjes së informacionit, të drejtën e përdorimit të shërbimeve publike, të drejtën e mbrojtjes ligjore.
Linja për mbrojtjen e konsumatorëve ju vjen në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe qendra Alert do të ndjek ankesën tuaj. Jemi kthyer në Alert në këtë pjesë të tretë dhe të fundit dhe për ata që ndoshta nuk na kanë ndjekur më herët, po flasim për fuqizimin e trive në Shqipëri, për ta thonë shkurtimisht. Zonja Ministre, tani jemi në pjesën e fundit, në fakt jemi edhe në periudhë fushate, por në kuadër gjithë kësaj ekspertizës së eksperiencës për drejtuar të rit, ju keni drejtuar edhe platformën deputetit që duam. Në një podcast të kryeministrit para pak ditësh mos gaboj, u dëgjuan lëvdata, fjalë të mira për ju apo punën tuaj. Ka pas një pjesëmarrje të lartë, kur themi po e lidhim me deputetit që duam sepse aty janë të ri, ata që kanë konkuruar, e tjerë aplikuar dhe garuar janë të rinj, domethënë sa aplikime ka pasur dhe çfarë ka bërë kaq suksesshme këtë platformë? Në fakt, shumë pyetje interesante se edhe pse nuk lidhet me punën time si ministre, lidhet me fuqizimin e trimëve. Edhe jo vetëm fuqizimin e trimëve, por me angazhimin e figurave të reja në parti. Dhe kjo besoj është nga detyrat më sublime që mund të bëjë dikush dhe kam qenë shumë e privilegjuar që më është caktuar edhe më është dhënë këtë detyrë bashkë me një ekip, se punët e mira nuk bëhen asnjëherë vetëm. Por besoj që çfarë kemi bërë ndryshe këtë herë ka qenë ajo pjesa që ndoshta kur flasim për agjensinë apo kur flasim për punën e qeverisë nuk i pëlqen njerëzve, pra vështirësimi i aplikimit. Sepse kur vështirësohet paksa aplikimi dhe kushtohen pak më shumë kritere dhe pak më shumë standarde, patjetër që jep një lloj serioziteti shtuar edhe platformës, por edhe punës. Dhe duke qenë se unë jam një kandidate që vi nga deputeti që dua, pra që në 2021 kjo ka qenë mënyra ime se si u bëra pjesë e Partisë Socialiste. Dhe mendova çfarë ishin komponentët e platformës që mua nuk më pëlqyen, apo që mua nuk më duken mirë mjaftueshëm në 2021 dhe si mund të ndryshojmë ato. Pjesa parë që ndryshuam ishte komponenti i privatësisë. Pra, në 2021 ti duhesh patjetër ta bëje publike aplikimin tënd dhe thoshe që okay, unë kam aplikuar te kjo platformë, që ndërkohë nuk është shumë e përshtatshme për dikë që ka një angazhim ndërkombëtar, që ka një angazhim në një pozicion relativisht të rëndësishëm dhe nuk e ka shumë thjesht. Kështu që e hoqëm këtë komponentin, e lejuam njerëzve mundësinë që të ishin privat për pjesën e parë të procesit, duke krijuar kështu një hapësirë edhe më të madhe për ata që aplikuan. Kjo ishte e para. E dyta, edhe përsa i përket promovimin, ne ndryshuam diçka të rëndësishme që i lejuam kandidatëve në këtë platformë që ata të bënin një fushat paraprake. Pra ata të mos vareshin nga ne si komision, pra mos ishim ne komisioni vlerësimit që thoshim që ky është i mirë dhe ky nuk është i mirë, por krijuam mundësinë që ata të komunikonin drejt për drejt me qytetarët, qoftë duke shfaqur videon e tyre, qoftë duke bërë një fushat në media sociale, duke shkuar në terren, duke bërë praktikisht një pilotim të punës së të qenurit deputet. Pra çfarë do të ishte për ta si të ishin deputet. Dhe kjo i krijoi atyre shumë kapacitete dhe shumë aftësi, por megjithatë i krijoi edhe mundësinë që të shpalosnin aftësitë që kishin, sepse është ndonjëherë e rëndësishme që qytetarët të shohin këto aftësi dhe në fakt po shohim sot që janë shpallur kandidaturat. Dhe lajmi mirë që 35 prej kandidaturave janë fakt nga platforma deputetit që duam dhe ky është një raport shumë i mirë. Janë 1/5, pra 1/5 nga kandidatët që Partia Socialiste ka prezantuar vinë nga platforma deputetit që duam. Janë njerëz që vinë për herë të parë në parti. Dhe kjo është rezultat shumë pozitiv për sa i përket angazhimit të figurave të reja në politikë. Sepse në fund ditës politikbërja është një punë që i takon dhe duhet i takojë dhe të interesojë të gjithëve. Por përsa i përket pyetjes, kemi pasur diku të 700 aplikime të filluara, ndonë se 500 prej tyre janë çuar deri në fund. Dhe nga këto ne i dha mundësinë diku të 250 prej tyre që të vijonin me procesin, pra kishte seriozitet në këto aplikime. Dhe nga këto 250, besoj që të 250 do të jenë pjesë shumë e rëndësishme e fushatës tonë dhe të gjithë do të angazhohen në mënyra të ndryshme. Jo të gjithë ndoshta janë gati për të qenë tek ajo lista kandidatëve për deputet, se ndonjëherë duhet pak më shumë eksperiencë, duhet pak më shumë njohuri, dije, por të ndonjëherë thjesht nuk është momenti i duhur. Pra në jetën tënde ndoshta nuk është ai momenti më i saktë që ti të bësh pjesë, por për ata 35 që janë në lista, dhe në fakt 7 prej tyre janë lista të sigurta. Dhe ky është një besim shumë i madh. Dhe aty pyesja në fakt për listat e hapura dhe të mbyllura, se ka njerëz, kam dëgjuar për shumë njerëz, nuk ka lidhje forca politike, që kur i kanë të ri, kryesisht të ri,
angazhim fillestar në politikë, por kur i kanë propozuar për të qenë në listat e hapura, kanë refuzuar. Kanë dashur automatikisht të mbyllura, pa të marrësh diçka në parti, zgjidhesh deputet, pas një kontribut, pa njohur bazën, terrenin, organizatën, votuesit e tjera e tjera. Jo pa qëllim doja që pyesja pikërisht për këtë, sa janë listat të hapura dhe mbyllura. Është pyetje shumë e mirë dhe në fakt që kemi diskutuar shpesh edhe me kandidatët e platformës. Unë vetë kam filluar procesin në listë të hapur. Dhe në listë të hapur në një kohë kur funksiononte hersi. Pra unë kam qenë në 2021 kam qenë numri 31 në Tiranë. Pra 31 nga 36. Nuk e lidha me ju, Jo, në atë çfarë dëgjoj vërtet nga politika. Dhe në fakt dua që t'i them edhe gjithë atyre trinjve që ndoshta kanë qenë pjesë e platformës dhe mund të jenë ndoshta pak të mërzitur dhe i ka krijuar ai momenti i parë i shtanges apo i mërzitje pse nuk janë pjesë e platformës, është që mënyra si unë të paktën e shoh kontributin në parti është diçka që ti beson që mund të bësh diçka më shumë për vendin tënd. Dhe nuk është një proces marr dhe jep. Është diçka që ti jep kontributin tënd. Dhe nëse ti e sheh veten si dikush që partia të ka diçka borxh, atëherë ndoshta nuk është kjo rruga dur për ty në jetë përgjithsisht. Nëse ti mendon që ke diçka për të dhënë, atëherë duhet patjetër që ta tregosh veten me anë të punës edhe me anë të kontributit. Dhe në fund ditës ti je në një listë hapur të krijon mundësinë që ti të tregosh veten, të tregosh sa afër qytetarëve je, sa mundësi ke që imazhi dhe ajo që ti përfaqëson të bindin qytetarët që të bëhen pjesë e këtij votimi. Sidomos me listat në mënyrën siç e kemi tani, që ka një mundësi shumë të mirë për çdo që është në listat e hapura që vërtet fitojë një vend në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe unë e them shpesh, ti je deputet, është detyra më e lartë që mund të kesh në një shtet. Dhe është një detyrë që duhet fituar. Mos konsiderohet si vend pune. Duhet fituar, nuk është s'kam një vend pune dhe po kërkoj vend pune. Përkundrazi, duhet jetë një vend ku ti ka arritur një farë standardi në jetën tënde profesionale, pra je dikush në jetën tënde profesionale dhe vërtet ke krijuar një background, një akumulim dijesh që do t'i vendosësh në dispozicion të vendit tënd, pavarësisht parimeve politike. Dhe në fund ditës kjo duhet jetë çfarë është deputeti, nuk është një njerëz që shkon dhe ngri kartonin, është një njerëz që merret me ligje, një njerëz që diskuton për të ardhmen e vendit, një njerëz që ka ide të reja dhe një njerëz që nuk ka frikë edhe të kundërshtojë, një njerëz që mund të thotë që jo nuk jam dakord dhe unë nuk e aprovoj këtë ligj dhe unë mund ta bëj më mirë. Dhe kjo do na krijonte një parlament që ndoshta të rinjt tanë do kishin dëshirë ta shihnin. Sa aktualisht nuk besoj se ka të rinj që e hapin parlamentin, se është bërë një sallë ku në fakt Klaudin do doja ta shihja në parlament. Paktën zgjedhjet e ardhshme, se tani për këto është vonë. Shiko, unë kam lindur në 99-ën dhe mendoj që çdo parlament pas lindjes time nuk ka qenë përfaqësues mjaftueshëm apo përfaqësues i denj për popullin tonë. Ishte e shpreha si ide për qenë ju, se na duhen njerëz të rinj dhe të formuar sigurisht. Patjetër, shiko, kontributin unë do ta jap qoftë me punët që po bëj aktualisht, apo qoftë edhe politikisht në të ardhmen, është patjetër një mundësi, por ajo që unë dua të shpreh është pak a shumë edhe ajo që diskutuat edhe ju, pra për sa i përket cilësisë së kandidatëve, por edhe fakti që kandidati duhet të ketë diçka për të dhënë, për të kontribuar. Dhe personalisht unë do ta shija kontributin në momentin që kam diçka për të dhënë, pra për përfaqësim të një komuniteti të caktuar. Dhe nuk duhet të harrojmë që roli i deputetit është përfaqësimor. Pra, jenë parlament për përfaqësuar një komunitet caktuar të zonës ku kandidon. Edhe ku zgjidhesh, sigurisht. Dhe ajo që mendoj që mund të themi base për këtë zgjedhje si një person që nuk po merr pjesë në to, është që, siç të thash, pra, që prej 99-s mendoj unë mund të jenë zgjedhjet më përfaqësuese për sa i përket angazhimit në çdo parti politike, duke përfshirë edhe numrin më të lartë të rinjve. Nuk është ky sistemi elektoral që unë dua të shoh në Shqipëri, kështu që mendoj unë shumë hapësirë për të përmirësuar në aspektin legjislativ, që mbase mund ta bëj këtë gjë parlamenti i ardhshëm. E bëjmë bashkërisht edhe unë nuk jam dakord me këtë. Sepse ju keni edhe eksperiencë mediatike, keni drejtuar një emision rinon para disa vitesh në një televizion po në Tiranë me debate televizive, politikanë të rinj, organizata të shoqërisë civile. Në çfarë aspekt po ma pyet këtë? Jo, nuk ishte pyetje, domethënë ishte që mund të nisim bashkë edhe një iniciativë të tillë për të bërë ndryshime ligjore edhe thash si për ta përmendur si CV tuaj. Po, ai emision apo ai program, se është një program më i gjerë se emisioni, ka pasqyruar atë indicën time personale që
themeli i një demokracie është debati konstruktiv midis palëve që përbëjnë këtë demokraci. Dhe palët që përbëjnë demokracinë janë populli dhe përfaqësuesit që populli zgjedh në institucionet që formojnë Republikën, siç është rasti i Shqipërisë. Dhe ajo që ka munguar shpesh në politikën shqiptare është debati midis kandidatëve të partive ndryshme politike. Emisioni që kam drejtuar në aspektin e prapaskenave, në vitet e mëparshme, nga 2021 deri në 2023, ka qenë për debate televizive midis të rinjve dhe politikanëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, për zgjedhjet për parlamentin, për zgjedhjet lokale dhe më pas edhe me përfaqësuesit e qeverisë dhe përfaqësuesit e opozitës. Debatet mendoj janë themeli i demokracisë për shkak edhe të asaj që ofrojnë, pra shkëmbim të ideve, shkëmbim të argumentave dhe përmirësim të politikave që mund ndjekin kandidatët, por edhe për të parë se ku qëndrojnë ato në çështje ndryshme që janë të rëndësishme për popullin dhe që shkojnë përtej tematikës së zakonshme mediatike që në mediat ndryshme për shembull që caktohet nga skandalet e ditës apo nga temat e ditës dhe jo nga gjëra që ndikojnë në jetën e qytetarëve. Kështu që mendoj që debatet janë shumë të rëndësishme dhe eksperjenca me atë emisione ka provuar që të rinjt kanë interes për t'u angazhuar dhe po ashtu edhe i ndjekin shumë. Dhe mund të përmend gjithashtu që është një shembull që partnerët tanë në Gjermani, në Belgjik, apo edhe në Francë, po edhe pata një prezantim në Këshillin e Europës në forumin global të demokracisë edhe në Amerikën Latine, po shihet shumë si një opcion për t'u replikuar. Pra diçka që nisi nga një demokraci e re si Shqipëria, po shihet edhe në vende të tjera të botës për t'u replikuar, pra përfshirjen e të rinjve në diskutime televizive me politikanët. Zëre Moshaçi, ju kandidoni në qarkun e Elbasanit, megjithëse në listë mbyllur, dhe konkretisht fushata juaj është përqendruar në dy bashkitë Librazh dhe edhe Prenjas. Megjithëse po themi e sigurt, listë mbyllur, si jeni pritur si kandidatë në atë zonë? Në fakt, shumë mirë. Unë jam më origjinë nga Polisi i Librazhit, edhe kjo sigurisht ka pasur një impakt të mirë te zona. Edhe nuk kanë pasur ndonjëherë përfaqësues nga zona e tyre dhe besoj që, siç po përmendte edhe Klajdi, pjesa përfaqësimit është shumë e rëndësishme. Edhe kur shohin dikë që është nga zona e tyre që shkon edhe është gjithë kohës aktiv, unë e kam në natyrë të punës time, qoftë kur punoj me rinin si ministra, unë jam gjithë kohës në terren, jam që nga Veriu në jug, dhe qartazi tani që kam një zonë specifike, jam gjithë kohës aty duke përpjekur që të jam sa më afër qytetarëve. Sepse realisht e besoj që puna jonë si deputet, po edhe përfaqësues qytetarëve është pikërisht të jemi në brendësi të problematikave dhe sfidave që ata kanë. Duke filluar që nga sfida që janë më komunitare dhe më të gjëra, dhe duke ecur pastaj edhe me sfida që janë ndoshta pak më të prekshme dhe pak më të përditshmërisë qytetarëve. Kjo është detyra jonë, dhe nëse ti nuk je në brendësi të problematikave që qytetarët e zonës tënde kanë, atëherë si do jesh në gjendje të zgjidhësh. Fillimisht fillohet nga problemi dhe pastaj kalojmë te zgjedhja. Pavarësisht se në atë zonë jam me fat se përpara kandidimit tim aty, ka qenë një deputet me një eksperiencë shumë të gjatë, prej 20 vitesh i ka përfaqësuar në parlament edhe besoj që kanë qenë shumë të mirë dëgjuar dhe të mirë përfaqësuar, kështu që, siç them njëherë me humor, ka lënë këpucë të mëdha për të mbushur, kështu që patjetër që dhe qytetarët presin që të jem shumë aktive, por mikpritja ka qenë në vërtet shumë e mirë dhe jam ndjer shumë krenare që më caktuar ajo zonë dhe jam pjesë e atij komuniteti. Po besoj edhe hallë ka shumë ajo zonë. I gjithë qarku si edhe gjithë Shqipëria, sepse llogarisht që ju Partia Socialiste kërkon mandatin e 4. Mendoj që e para kemi rritur pritshmëritë, sepse kur dikush bën shumë punë, atëherë qytetarët binden që mund ta bëjë dhe këtë punë. Dhe madje jo më larg se ditën e djeshme, isha në një zonë ku përpara 5 apo 6 vitesh nuk ishte rrugë që shkonte deri tek qendra fshatit edhe lëre pastaj në shtëpitë e secilit prej bashkëfshatarëve. Ndërkohë, dje që vajta, sigurisht kishte një rrugë kryesore të shtruar me asfalt, me çdo detaj të mundshëm, me ndriçim, ishte bërë një shkollë e re, ishte bërë një ambulancë e re, ishte bërë çdo gjë nga fillimi. Dhe ndërkohë qytetarët më thanë, te shtëpia ime ka një 100 metrash që nuk është i përfunduar. Kështu që besoj që patjetër ka gjithmonë sfida, dhe patjetër ka gjithmonë punë për të bërë, dhe besoj fort që nuk do të ishim këtu duke kërkuar një mandat të ardhshëm nëse do mendonim që i kishim zgjidhur gjithë sfidat. Dhe besoj që kjo është në fakt edhe kërkesa që kemi ndaj qytetarëve, duke i kërkuar që ata të besojnë që siç kemi bërë gjithë këto punë që janë bërë gjatë këtyre viteve,
do vazhdojmë që të bëjmë edhe këto punë që kanë mbetur sidomos deri në 2027 kur ne të përfundojmë procesin për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe më në fund studentë si puna Klajtit apo studentë si puna ime që kanë shkuar dikur në Anglit mos kenë atë detyrimin që të paguajnë ato tarifat e tmerrshme të studentëve ndërkombëtar, po të kenë mundësinë që të paguajnë tarifat barabarta me shtetasit e anglez, edhe për të vijuar me gjithë ato përfitime që do i vinë fëmijëve, trinjve edhe gjithë qytetarëve shqiptarë si pjesë e Bashkimit Evropian. A i drueni humbjes jo si Bora, si mazhorancë? Si Bora ndoshta nuk flas përgjithsisht, sidomos jo për veten time vetret, po për sa i përket Partisë Socialiste mendoj që puna që ne kemi bërë gjatë gjithë këtyre 3 mandateve flet për veten. Flet në mënyrë konkrete dhe qytetarët e shohin shumë mirë se kush janë rezultatet konkrete të punëve të Partisë Socialiste. Kështu që besoj që kjo është e para. Dhe e dyta, duke parë një opozitë që po flisnin për përfaqësi me listash edhe po flisnin për listat hapura apo lista që përfaqësojnë qytetarët, edhe nëse do të krahasoja listën e qarkut të Elbasanit nga njëra anë dhe nga ana tjetër, do të thosha që nga qarku i Elbasanit ne kemi një kombinim profesionistës të fushës, kemi një kombinim të njerëzish që janë nga zona, që kanë dhënë kontribut për zonën, dhe nga ana tjetër kemi disa njerëz që vështirë të njohësh emrat e kush është në listë. Dhe jo në sensin vështirë të njohësh emrat se janë njerëz të rinj, po vështirë të njohësh emrat se çfarë kanë bërë në jetën e tyre, çfarë kanë ata për të dhënë. Dhe mendoj midis tyre dy paralelizmave, siç thotë kryeministri, të bufit nga njëra anë dhe të një liste të mirë menduar që i ofron qytetarit mundësi reale zgjedhje, qoftë të profesionistit, qoftë atij më në moshë, qoftë atij më të riut, qoftë edhe figurës që e kanë parë edhe më herët. Dhe midis këtyre 2 kombinimeve mendoj që zgjedhja është aq e qartë për qytetarët sa nuk besoj që po flasim për humbje, po flasim për sa përfaqësi do të kemi dhe nëse do arrijmë të kemi përfaqësinë e nevojshme për të vijuar me reformat edhe më shpejt se ç'kemi ecur deri më tani. 34 deputet doni. Para se të hyni në këtë garë, besoj keni vendosur objektiva vete, si çdo kush. Cilat janë ato? Qoftë për qarkun e Elbasanit, qoftë edhe për gjithë Shqipërinë. Objektivat tona janë shumë ambicioze. Objektivat fillojnë pjesën e ambiciozis që nga fakti diasporës, që kemi qenë shumë të angazhuar me votën e diasporës për të siguruar që qytetarët kishin mundësinë të regjistroheshin në kohë dhe të kishin atë aftësinë për të votuar dhe për të marrë pjesë në këtë votim historik, që sërish theksoj që Partia Socialiste e mundsoi me atë insistimin e vazhdueshëm që diaspora jonë të përfshihesh në zgjedhje. Dhe e dyta, mendoj që objektivi jonë nuk është tek numrat, objektivi jonë është shumë më larg se aq. Objektivi jonë është Bashkimi Evropian. E shohim, nuk jemi më tek ajo faza që e kemi ëndër, siç e kanë pasur prindrit tanë. Jemi te faza që ne e shohim konkretisht, shohim përfitimet që Bashkimi Evropian na sjell dhe ky është objektivi jonë. Dhe prandaj edhe me qytetarët e gjithë puna që ne po bëjmë është spari prezantimi i programit ton, prezantimi të gjithë reformave që do vijojnë dhe punëve që ne duam të vijojnë të bëjmë për qytetarët tanë. Prandaj mendoj që dhe objektivi ambicioz i rekordit historik në cilin ne shpresojmë që Shqipëria do të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, është pikërisht dhe objektivi që do doja të ndaja sot. Unë ju falenderoj që ishit në alert. Ishte kënaqësi. Edhe për mua që ndam këtë bisedë bashk, ajo çfarë do të kërkoja unë është që bëni sa më shumë të jetë mundur për rinin. Gjithmonë. Që shokët e Klajtit dhe shoqet apo bashkëmoshatarët ata që do vinë më mbrapa pra brezat pas tij të shohin Shqipërinë si vend të mirë për të jetuar, jo për ta lënë. Ka disa njerëz që kanë një shprehje që thonë për të lënë Shqipërinë dhe duhani nuk është asnjëherë vonë. Kjo mendësi duhet ndryshojë. Klajtit, falenderoj që ishin në alert. Faleminderit, kënaqësi. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Do të shihemi bashkë të premte në ardhmen në 21. Mos harroni ritransmetimin nesër pra të shtunën në 13:30. Deri atëherë mirupafshim.